حي على الفلاح. Selam aleikum të nderuar dëgjues, ju përshëndesim gjithë juve që po na ndjekni nëpërmjet valeve të Radios Kosova e Lirë. Jemi takuar bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo-fetar, i cili transmetohet çdo të martë në 94.2 FM. Sonte me neve në studio është profesor doktor Shevqet Krasniqi, imam dhe ligjërues këtu në Prishtinë. Selam aleikum profesor. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar dëgjues, profesori do të na flet sonte diçka e rreth vlerës së haxhit, meqense sot është nisur një numër i haxhinjeve nga Kosova, gjithashtu do të nisen edhe nesër një grup tjetër, kështu që është e arsyeshme që të flasim diçka e rreth haxhit sonte. Pas përfundimit të kësaj ligjërate, ne ju mirpresim në 038 249 të drejtoni pyetje direkt për profesorin, pastaj 044 156614 na i dërgoni në formë të shkruar dhe nëpërmjet internetit në adresën elektronike te@ndërlajnjohimtëvërtetën@hotmail.com dhe nëpërmjet rrjetit social Facebook të përfitojmë nga hoxha i nderuar Dr. Shevqet Krasniqi. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Falenderojmë Allahun e madhruar dhe bim salavat mbi pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam, mbi atë i cili më së miri ditit të falet e të agjëroj, mbi atë i cili më së miri ditit të bëj haxhin dhe ta spjegoj mënyrën e haxhit dhe që besa ta spjegoj krejt dinin islam. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshit mbi atë burr të madh, mbi atë mësues të njerëzimit, atë shpëtues të njerëzimit, atë nuri dhe atë dritë nëpërmjet të cilit Allahu i madhruar nëzorri nga errësira me miliona njerëz. Ua hapi veshët e shurdhur dhe ua qeli sytë e mbyllur. Ua ndriçoi zemrat e errësuara me kufër dhe shirk, me idhujtari dhe paganizëm, me lloj bindjesh, besimesh e bestetnish, të cilat rrjedhin nga një burim nga shejtani i mallkuar. Andaj ai ka merit madh alayhi salatu wassalam, sepse është sebeb, ai është shkak që ne së jemi në rrugën e Zotit. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot kemi përcjellur një numër të konsiderueshëm të haxhinjeve dhe ka mbetur edhe pjesa tjetër të shkojë nesër. Isha në mëngjes në aeroport për të përcjellur haxhit dhe për të marrur pjesë në gëzimin e tyre, në emocionet e tyre. Dhe subhanallah, sa i mirë është udhëtimi në haxh. Sa mirë është me i përcjell njerëzit për haxh. Sa mirë është me përjetu atë kënaqësi kur përcjellen njerëzit për haxh. Gjithmonë që nga ditët e para të islamit, dhe me thonë kur ka zbrit kë islam, dhe ka fillu me përhap, edhe jashtë Arabisë, dhe njerëzit kanë filluar të shkojnë në Mekë për ta bërë haxhin. E pastaj të zgjeru islami, të ky njerëzit në din të Allahut, të kuptuar obligimin që kanë për haxh. Dhe
Dhe kështu me radhë deri ka arrit edhe tek ne dhe vende tjera të botës. Gjithmonë, kur ka ardhur koha e haxhillokut, për munis për haqë, i ndali madhe i vogël me përcjell. Gjithmonë ka qenë një gëzim i madh, ka pas emocione, janë derdhë lot, shumë e lotë jo derdhë, kur janë përcjellur haxhit. Disi e përjeton se vërtet është ka bën një punë të madhe, është ka shkon në një rrugë shumë të hajrit. E ka rrugë me hajrit se sa rrugë e haxhit. E pastaj se cili prej atyre që ndalën me përcjell haxhiun, gjithmonë ju kanë thënë haxhive, mos na harra dhe neve në dua. Lutë për neve. Kështu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka në hadith të Enesit. Enesi shërbëtori pejgamberit, hizmetçari i tij alaihi salatu wassalam, e ka mandir respekt sa me shërbi pejgamberit Zotit. Lëma i lumi për veti, që ka pas atë fat me shërbi pejgamberit Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një herë Enesi kërkon leje për pejgamberit alaihi salam me shku në Mekë për ta bërë haxhin prej Medinës. E pejgamberi thot po shko, vetëm se mos na harron dua. Pra përkujton në dua atje. E kur pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thonë Enesit gjithse shokëve tij se mos na harrona për këtë dua, atëherë ku jemi ne të tjerët? Pra është mirë haxhiut me thonë mos na harron dua. Haxhi punë e madhe, i lumi i cili niset për haxh. Lumi të cilët Allahu ja ka mundësuar me shkuar në haxh. Ai lese po e kry një farz të madh prej farzëve të Zotit, sikur sa i cili agjeron një muaj Ramazan, le që agjeron një muaj Ramazan një farz të Zotit, por thej me plot kënaqësi dhe plot shpirt, me plot gojen, i lumi që pret muajin Ramazan, dhe i lumi që arrin me përfundu muajin Ramazan. Edhe për haxh, i lumi që shkon në haxh. Nuk ka njeri, mënyrë absolute nuk ka njeri i cili shkon i bindur në Zotin, i bindur se haxhi është farz, shkon për izet Zotit me kry obligimin, borxhin që ka, nuk ka njeri që kthehet peshman apo i bie kur do të qoftë peshman. Asnjëherë. Përderisa ku don këtë dynja me shku tjetër kon. Baba ki njeri bje peshman. Bile ka njëherë, edhe të babait me shku me nejt, thu ku qam që e shkofa. Edhe të djali, edhe të vllau, edhe të mik, edhe të arani, edhe kështu me radhë. Ndodhin, anë haxh nuk ndodh. Anë pse në haxh ndodhin, ka njëherë dhe probleme, dhe sprova, ja smundje, ja tjere, ku dion, por peshmani me radhë, diko që ka shku këtë otim, as njëherë për jetë. Haxhi pra punë e madhe. Zoti ka bë obligim veç një herë në jetë me shku. Veç një herë në jetë. Sepse dini Allahut ka zbrit rahmet dhe mëshirë për njerëzimin, e me pasjen për çdo vjet apo më shumë se një herë në jetë ka qenë rand për njerëzit. E një herë në jetë edhe ata që kanë mundësi me shku për ndryshe, për fukarat nuk është bërç. Haxhi, shumë njeriu shkon në haxh me plot gjënohe, me thas, me vagona, gjënohe. Por pasha Zotin kthehet prej haxhit,
qysh e ka lindur nana vet, pra qysh ka dalë këtë dynja pa asnjë gjëna. Natyrisht, nëse largohet, shmanget, ik pe gjënaheve të mëdha, se haxhi nuk të fal gjënahet të mëdha, por të voglat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili bën haxhin, dhe gjatë haxhit, gjatë udhimit, gjatë kryerjes së haxhit, po gjatë kthimit në shtëpi, nuk flet fjalë morale. Nuk flet fjalë jo njerëzore, për gojime, gibet, të shpifje etj. Kthehet prej haxhit dhe kthehet sikur se aty ditë që ka lind nana vet, pra kthehet pa gjënahe. Haxhi për gra është sevap i madh sikur se gjihadi për burra. Aisha radiallahu anha ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, po e vrejmë, po e kuptojmë në gradë se gjihadi punë e madhe, sepse Kur'ani po e lavdron, ti ja Rasulullah po e lavdron, po e nxit njerëzit me shku në luftë, po shkojnë, po luftojnë njerëzit, po e mbrojnë dinën, po e mbrojnë vatanin, po e përhapin fjalën e Zotit. E ne gratë, a mos shkojmë edhe ne të luftojmë? Ka thënë alayhi salatu wassalam, jo. Gjihadi më mirë për ju është haxhi i pranuar te i madhi Allah. Haxhi i pranuar te i madhi Allah. Dhe ka thënë alayhi salatu wassalam se haxhi i pranuar, shpërblimi i tina është xheneti, la ilaha illallah. Haxhi i pranuar është xheneti. Bile doja haxhiut nuk kthehet mrapa. Për atë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, haxhinjet dhe ata që shkojnë umre janë delegacioni i Allahut, janë mysafir të Allahut. Nëse lutin Zotin, ai atyre i përgjigjet. Dhe nëse bin istikfar, Allahu o fal. Dhe jo vetëm kaq, por ka në hadith tjetër pejgamberit alayhi salatu wassalam se i falen gjënahet haxhiut dhe ati që për të bie në istikfar haxhiu. Për atë arsye, që thash fillim është mirë, me thonë haxhive kur të përcjell, qoftë shtëpia, qoftë në aeroport, lutë për mua. Bjerë istikfar për mua në Mekë, në Qabe, në Arafat, në Mina, rrugës të shku, rrugës të ardhë. Lutë Zotin të mi falë gjënahet e mia. Yukfaru lil hajj wa liman istaghfara lahu al hajj. Falet haxhiu, i falen gjënahet haxhiut, dhe ati që për të bie istikfar haxhiu, la ilaha illallah. Mysafiri i Zotit. Ka fitu një epitet, një shkallë shumë të lartë. Ngrit shkallë shumë të lartë. Në një tregim, edhe me këte për përfundoj, por mendoj se është interesant, sepse ka disa kanë vështrime se cili më interesant se tjetërin. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu thot, isha ullun me pejgamberin alayhi salatu wassalam në xhamin e Minas, në Mina, në vendin ku gjuhën gurt. Dhe pejgamberit, përderisa se ishëm ullur aty, e erdhen dy persona. Një anë erdhi pe ansarët Medinas, një anë është pe Thaqifit të Taifit. I dhanë selam pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i thanë, ja Rasulullah, kemi ardhur me të pyet diçka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha, ndashi, unë pjo të regoj juve, për çka e një arme më pyet mu, po ndashi, ornoni pyet një thoni vetë atë që dëni. Pra, ndashi, unë ju të regoj se për çka keni ardhë ju. Ku për dinaj? Për dinë se pejgamberi Zotit, i të regon Allahu. Po ndashi, unë pjo nga ju falni. Thanë, jo, ja Rasulullah, hajtë të regona ja Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Të regona.
Pejgamberi tha ati në Ansariut, ti tha ke ardhë për më mpyt mu e më vetë, qëfar se vapi ke, që ke dalë prej shtëpisë tane, je drejtu drejt Qabës, prej Medinës ka ardhur në Qabë, çfarë sevapi ke? Çfarë sevapi ke? Për çfarë sevapi kam? Që i fal 2 recate mas tavafit. Çfarë sevapi ke? Që e fal që e bën tavafin mes Safas dhe Merves, o fjala për sajin. Çfarë sevapi ke që rrin në Arafat? Çfarë sevapi ke që gjuan gurt? Çfarë sevapi ke që bën tavafin i fada? Është shtylla, është haxhit, një prej shtyllat të haxhit është tani tavaf, i cili bëhet mas kryerjes së Arafatit dhe mas Minas. E pejgamberi, ai tha pejgamberit pasha Zotin, për çka ka marrë me të pyet? Bash për çka. Krejt çka pata me të vet i tha ti pa të thonën heq. Ku e diti pejgamberi? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atër pejgamberi tha, sallallahu alaihi wasallam, o ti vëlla i mirë, o ti musliman, që po pyet për çta. Kur dëlsh prej shtëpisë tonë, pra kjo vlenet për haxhitët tonë këtu, dhe nisesh drejt Qabës, nuk ndodh që devja jote ka hec me deve, me qit një shput, një kam, me qit një femër, një hap, e me ngrit tjetrën, pra se një kam e qet një ngrit, e që ty e i madhi Allah Azza wa Jall për çdo hap që bën devja, për çdo shput që ngreh që nalt apo ul poshtë, mos me të shënu Zotin nga një sevap dhe mos me ta fshin nga një gjuna. La ilaha illallah. Pra, sahapa i bën deri në Mekë, ty të shënohet ibadet, ngritesh të Zoti dhe të falen gjunaj. Ku ka kështu kallëzëm? Në cilin udhëtim, veç hale pa shku, njeriu ka të shumë ngritet të Zoti dhe ka të shumë i falen gjunat. Dhe jo vetëm kaq. Ndërsa 2 recate pas tavafit kanë sevap sa me lirue një robnesh. Ndërsa saji me Safas edhe Merves ka sevap sa me lirue 70 robnesha. Ndërsa qëndrimi në Arafat, në Arafat, i madhi Allah Azza wa Jall krenohet atë dit me haxhit para me laqeve të ti, dhe thët i madhi Allah, u thët me laqeve të ti, rëbët e mi, kanë ardhur të këon, të plehnosur, të ledhë të raskapitun, kanë ardhur nga çdo skut, nga çdo kënd, nga çdo skaj i kësaj bote, me ma lyp mu e gjennetin, me ma lyp gjennetin, me ma kërku gjennetin, sikur se t'janë gjonahet e tyre, sa numri goralecave të rërës të zallit, ose sa pika të shiut, ose sa shku me detit, kam për t'ja falur atyre. Urdhëroni, dilni prej Arafatit, o ju robët e mi, maghfuran lakum wa liman shafa'tum lahu, të falun ini ju, edhe të falun janë ata që ju kërkon një falje për ta. Kjo ditë Arafatit. Kjo ditë Arafatit. Nuk ka ditë më të mirën vetë se sa ditë Arafatit. Nuk ka ditë që lind dielli më të shtrejt, më të vlefshme të i madhi Allah, se sa dita e Arafatit. Nuk ka
Nuk ka ditë që falë Zoti më shumë gjunahe se sa ditën e Arafatit. Nuk ka ditë që shejtani është më i nënçmuar, më i përbuzur, më i vogël, më i poshtruar se sa ditën e Arafatit. La ilahe illallah. Dhe atë të e pa se qfar rahmeti dhe sa rahmet e mëshirë pas breti madhi Allah, dhe sa shumë gjunahin për e falë Allahu atë ditën e Arafatit. E shejtani malkuar mërzitet shumë kur robët e Zotit afrohen te Allahu, sepse sa ma afër Allahut, aq ma larg shejtanit. Sa ma afër të madhit Allah, robët e Allahut, aq ma i nënçmuar e ndjen vetën shejtani, thot sen s'bona une, që 70 vjet jam të munue me binda të se nuk ka Zot, që 70 vjet jam të munue mja dyshu, mja hutue, mja lajthit me bo njerin më rëshit për i këti dini, a i veç po ngriter për pjet pa afrohet e Allahu, ku për mu e për të gjenete, për mu e gjehnami. La ilahe illallah. Kjo është dita e Arafatit. Ndërsa gjujtja e guarve në Mina, për çdo gur që e gjun, e ken nga një falje të mkatit. E ata që therë kurbanin pastaj, tarun Zoti tyje për në ditën e Kiametit. Ndërsa arrumja e flokëve për çdo qimet flokit, për çdo flok, e ken nga një sevap, edhe të falet nga një gjunah, ndërsa tavafi rreth shtëpisë Zotit, mas këtyne krejqit ceke që fjala për tavafu l'ifada, atëherë bën tavafin pa gjunahe. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Po vëllezër dhe motra musliman, kjo është Islami dhe kjo është Zoti jon, Zoti i fesë, e Islamit e i Koranit, Zoti jam i yti dhe Zoti gjithësisë, i cili Zot don me na fal neve, don me na shty në xhenet, me na fut në xhenet, me na shty në xhenet, por do të më mundu dhe më lodh, edhe fizikisht, edhe psikikisht, edhe shpirtrisht, por edhe materialisht, sepse parën Zoti ta ka qu. Wallahi Zoti ta ka qu parën. Wallahi mos me dasht Allahu, as bok një kafshat se kështë hunger, as një gotë tuj se kështë pi. La ilaha illallah. Andaj, hargjo parën halal, dhe një pjesë hargjo një ibadet në rrugë të Zotit, se zeqati dhe haji. E a ka pare me mirë se sa pare që hargjohet në haqjëllok? A ka shpenzim më të mire, më të shtrejtë, më të vlefshëm, ma me vend me që dinarin, e dirhemin, marken, e orën, e dolaris, se dhe qofë që është më rëndësi, se sa me që atë ku në haqë shpit Zotit, me madhru Allahun. Sa njeri u shkanë në haqë, me plët gjënahe, e kthehet i pastërt, ty shë ka lidh nane vet. Allahu u apranoft hajive haqin, ja Rabbel Alemin. Allahu a letësoft tanë hajive nga 4 anë të botës, rrugën për me shku në haq. E u a letësoft dëtyra dhe obligimet që i kanë në haq. Ja Rabbel Alemin. Allahu i forcoft ata haji e në mesin e tyne dhe tont për me boj ibadet shumë. E me lutë Allahun shumë, e me bo dua shumë, e me ra istikfar shumë, në veçanti në ditën e Arafatit. Ditën e Arafatit, nga momenti që thërët zani i drekës, dhe falë dreka edhe i qenia bashkë 2 nga 2 recate. Qatë kohë haji të ndëruar o mos e lëshoni ma, derin përëndim të tjellit.
Lutna Allahun për veten e ju. Gat. E tani për prindë e ju, e ata që kanë vdek. E pastaj për vllatë e ju, e nipat, e vllaznit e motrat, e akrabatët e afërmit, e për neve krejt, e për shokë, e për meqe, për haxhallar, la ilaha illallah, e për këtë popull për gjithësi. Allahu a pranov doat dhe lutjet, ja Rabbel Alemin, dhe u boft Zoti që të ktheheni prej haxhit pa gjunahe, që keni lind dhe keni dalë në këtë dynja. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Profesor, faleminderit. Profesor, unë përderisa i lexova këtu disa pyetje që na kanë arritur, po du mundal edhe tek një pikë, po nuk e di apo preferoni të shkojmë me një pauzë apo me njëherë tani, sepse shumë dëgjues na kanë dërguar pyetje të cilet ju kanë uru për kur themelin e xhamisë e cila është nisur dje këtu në Prishtinë. Juve personalisht, pastaj gjithë Bashkisë Islame dhe gjithë hoxhallarëve si të gjithë xhamatit. Prandaj nëse ka mundësi pak fjalë rreth kësaj, nëse doni pas pauzës, nëse doni tani, si të keni dëshirë. Allah është përblef të gjithë. Dje për neve ka qenë një ditë e madhe. Ditë e madhe, me të vërtetë e madhe ka qenë. Ditë për të cilën më t'jena munu, më t'i kem pas nevoj. Ditë për të cilën kemi folur gjatë 60 vjetë. Kemi folë. Kem pas nevoj, kem debatu, kem bisedu. Jemi falë në shidhen borë, prej para luftës, kur veç është shtu gjemati, mas luftës më për çdo gjema, të shtu numri në shijen borë. Nuk është lehtë me falë temperaturë minus 20 e 25. Nakull, në borë të lakt, në balë të nlëqë, në shi, nuk është lehtë me falë temperaturë 35, vape madhe. Dhe atë, pra, një dekadë, bile në syje të krejt botës, në syje të komunës, qeverisë, presidencës, të në miku, të oleksit, të këforit, gjithë. Sa herë është shfaqur në media, qoftë me shkrime, qoftë me fotografi, qoftë me debate, tjere. Në bajrame pastaje, që jenë transmitu zakonisht televizion, gjithmonë të falë, që është thash me herët në borë në shije kështu më radhë. Pra ka qenë një nevoj e ka hmëqme, e ka hershme. Por, çka t'i bëjsh? Çka t'i bëjsh njerëzve tanë që nuk e kanë kuptu këtë islam? Çka t'i bëjmë njerëzve tonë që ende kanë paragjykime ndaj fesë të Zotit? Çka t'i bëjmë? Përderisa gjithandej bota civilizuar u plotson qytetarëve të saj nevojat, qofshin nevoja fizike, qofshin psiqike, qofshin shpirtërore, siç është fjala xhamieve apo faltoreve tjera për çfarë do feje qoftë. Besoni, të dielën kam qenë bën në Gjermanisë në një tribun. Dhe se zbrita për aeroplanit, në bisedë si për aty me këpritsat e mi, me një koqërt, kërkova më shku me pa një xhami
për të cilën kisha ndëgjuar se është marrun ban, dhe më dërguan me pa atë xhami. Xhami madhështore, objekti madh, qendër, me minare, ku midis boni, po boni vllazën dhe motra, ka qenë kryeqyteti i Gjermanisë nashta 50 vjet. Kryeqyteti i Gjermanisë, shtetet më të fortë në Evropë. Po, e kanë dha lejen në ndërto kryeqytet, ka nevojë njerëzit. I jepet mundësia, janë do kushte, do farë obligime ndaj shtetet ku diun, por e jepin. Presidenti apo kryetari gjerman, ai cili është largu para këtij që tash, e thot haptazi në media se Islami është pjesë e vendit ton, e shtetit ton, e kulturës ton. Është pjesë e Gjermanisë më. Të njëjtën gjë e përsërit edhe kancelarja Merkel. Do të me jetu me realitetin. E realiteti është se në Prishtinë janë musliman njerëzit. Unë katalik s'më i bëj, edhe zotim edhe se dhash me i bëj, po alhamdulillah që janë musliman. Edhe këta musliman ka nevojë për xhami. Xhamia nuk marrohet për mendje madhësi, por marrohet për nevojë. Nevojë kem pas më të hije kena shumë. Kjo më përduket nëse bën me bëj krahësit vogël, sikur se do fukara atje që ka hjekin taj kur t'i vje ku e marru një shpi o zot fargzimi, thëjnë, balken a hjek, shëqyrë që në qitë zotin selamet. Edhe ne, alhamdulillah, për zotit të falenderojmë Allahun, që zotin e asilin e mundësoj, me qitë atë gurë themel, e djohën isha, natyresht, se kam obligim, moral dhe shpirtërore, shoqërore me shku, me marrë pjesë. Dhe isha e vresha qartë gëzimin e madh në fytyrat e qytetarëve. Shumë më duk si me Bajram. Diçka më duk një ditë si me Bajram, ku njerëzit tona provën e ta urojnë Bajramin e për hajre. Të njëjtën gjë dita e djeshme kanë për mu. Vetëm se për hajr nuk është eshin Bajram, po për hajr në ku, të ranë, me qindra njerëz e meta një orë, hajtë një orë gjysë, meta dhe në fund të i përshëndet njerëzit edhe knaqëm. Dhe o vrejka ajo knaqësi në ftyrat e tyne, në shpirtat e tyne. Edhe këtë mesazhe që pëthuti që kanë ardhur, dhe të tjera që më kanë ardhur, që kam taku njerëzit e kanë për takojmë gjatë tonë ditës, orime. Subhanallah, shëqër për Zotë, se dhe që tjetë, alhamdulillah, prej Allah të ma mirë bënë se sa kur. Alhamdulillah për Zotë, inshallah, dani madhi Allah, azze vë gjell. E fillën e gjami sa ma shpejt, të tash pëhine edhe ndimen e dimën të ne, të këne s'ka mundësi me punu, por me proverë, inshallah, ta'ala, sa që është e mundur ma shpejt me fillu, ndashtë Allah, inshallah, zëtë, edhe me u kry, e me gëzu muslimant, atë vende më falë në terën, e në zetë dimnit, e në flat vere, se me knatë shpirtin, e gjamia. A ka marrë shërë për gjamia, për gjamia është herë, për gjamia këthen marrë, jenë një qytet, për ta këthen marrë një shtet e këthen marrë, la ilaha illallah. Elhamdulillah, për Zotë, falem dhe Zotë është për bleft, inshallah ta në gëzojmë natyrisht, ta në kem hisë barabar, e ta në vësht, Allah është për bleft të gjithve. Inshallah një herë gëzojmë ja Rabbi. Faleminderit. Faleminderit profesor, të nderuar dëgjues, ne do të bëjmë një pauzë, pastaj rikthehemi në studio. Ju qëndroni me ne.
Jemi rikthyer në studio të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit i cili transmetohet çdo të martë në 94.2 FM. Me neve është në studio profesor doktor Shefqet Krasniqi, ku tashmë ju mund t'i drejtoni pyetjet në 038 249 në mënyrë direkte, pastaj SMS pyetjet në 044 156614 dhe nëpërmjet internetit në adresën te_johim_të_vërtetën@hotmail.com. Në rast se kemi dëgjuesin e parë, e mirëpresim. Alo? Alo? Po, urdhrani, jeni direkt në emision, urdhra. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam, urdhra. Së përshëndes hoxhën edhe uroj për xhaminë e madhe në Prishtinë që po ndërtohet. Faleminderit. A më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë, urdhra. Pyetja ime e parë është se për Bajram, sa di unë me 25 tash i vjen dita e Bajramit, e kam një termin me kry një kurs, kështu teori prej orës 14 këtu në Gjermani. A është mirë me shku apo për me shti në vitin e arshëm atë kurs? Edhe pyetja ime e dytë është se a e njeh hoxha e nderuar doktor Zakenaikun prej Indis. Mirë, faleminderit për pyetjet. Ne ju përshëndesim, çdo të mirë për juve. Aleikum selam. Atëherë profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për orime, gjithve inshallah. Edhe ju orime të tonë muslimanëve. Inshallah, përfundon se më shpejt të gëzojnë tonë muslimanët. Me faqe të bardhë, ja Rabbi. Edhe krishterët të këtij qyteti dhe tjera qytete të vendit tonë dhe jashtë saj. Në ditën e Bajramit nuk është ndaluar me punu, me shku të mjeki, me kry ndonjë punë, nuk është ndaluar. Është fest, rana me festu, por nëse shë që ki punë si ata që në Evropë, ju për shembull në Evropë atje nuk ta pushim ku diun, nuk ka dërt. E për punë të kursit, nëse ke ndonjë kurs që është tepër më rëndësi, pse me lanë ti me shku në vitin në arshëm të kam me kry këtë vet. Pas të pëthosh ka i qenia, deni qeni, sa dush ke ko. Falë Bajramin e, hanë silën Bajramit me familjen tane, bën Bajrame me disa meqe e arane, ku diun edhe dikur ka drejka i qenia, shkan në atë kurs. Pse vëlla me lanë? Nëse është me rëndësi, po. Dhe thot a njihni... Në Zakenaikin kam folën për të më herët, po në Zakenaikin e njëhën e përmjet televizionit, se t'y bën pa qenajt me të korë. Ty shenjit në televizion është një dhe une, po. Mirë. Kemi dëgjuesin tjetër, alo? Alo, apo në dëgjon? Selamun aleikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleikum selam, urdhrani. Pyetja ime spari ju uroj për xhamin. Faleminderit. Pyetja ime direkte është, për shembull, jetoj në Zvicër, kemi të ardhra të mira dhe direkt mirët për jetimat. Po du me thonë, qoftë se a kemi drejt të mbikëqyrim jetimat, apo duhet të ndihmojmë familjes mirë, po jo familjes direkt, familjes shumë të afërt, po familjes për shembull dajallarëve, tezëve ose qerve. Në çfarë mënyre është më mirë, qoftë se është në bazë të fesë, të ndihmohet familjarëve të largët apo jetimave që si njohim. Allah i shpërbleft. Faleminderit shumë për pyetjen, natën e mirë për juve. Profesor. Allahu u ashtoft të mirat të dynjas dhe u adhasht edhe të mirat të ahiretit e motër. Elhamdulillah që Zoti u ka dhënë iman dhe pasuri. Se veç pasuri i ka dhënë shumë kujt. Sa njerit jep Zoti pasuri. Po nuk jep iman, dhe sen si vyn pasunia. E diku jep iman dhe ndëron shumë, por nuk jep pasuni. Fukara. Po diku jep pasuri edhe iman, por iman i zbeht. Edhe ka dorën e shtrëngune. Edhe zeqatin kër e jep të dridhe të nxje, mos pa habit në pëqes ma shumë. Se lemu me dhanë vullnetar. E ju Allahu u a pas ka zgjeru zemrën, elhamdulillah. E dëni me dhanë fi se bilillah. Dhe ke përmen dy
lloje njerëzit që janë më të mirat dhe më sevapi, të afërmeve dhe fukarave. Të afërmeve karbave, mi dhanë, mi majtë, në qantine se kanë nevojë, edhe jetimave, edhe ata është mirë i motër. Por, nëse nuk keni familje të afërmeve, që janë shumë të varfëra, une kësha thonë me nda një shumë me marë ndo një familje të jetimave, e të afërmeve mja paku ka pak. Anë mësë jam nalë krejt, 50 euro, 20 euro, pak ma shumë, pak ma pak mbarët ka soj keni dhanë, her mi qu. Ta një familje afërm që është më në gjendje ma të ranë, më të vështirë, minimum ma shumë, tjerve ma pak, por jetimat është dhuratë e madhe Zotit. La ilaha illallah. Jetimat e motër është sevapi madh me marë në familjet jetimave edhe me thonë unë i marë me sipër ose na i marë me sipër deri të hinin moshën madhore. Allahu edhe njëherë ashtoft mirat ja Rabbil Alamin. Po. Kemi dëgjuesin tjetër, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam, urdhrani. E kam një pyetje për doktor Shefshet Kasniqin. Po? Tash Kurban Bajrami e kam në jetë me morë 2 kurbana, një për baba, një për nënën, edhe se kam drejt me shkjet. Kaq. Mirë, faleminderit për pyetjen. Unë desha ndërmend dhe pata me fol për Bajram, bash për kurban, po mendoj, para se ma orë këtu. Por pasi që sot dhe që njës haqjit edhe nesër një pjesë, e lash për javë në ardhshme, se me fol për të dyja të sot thash për bëhet gjatë e nuk për la kohë për pyetje përgjigje. Allah që përblevti që ke bon jetë me prej kurban, e insha Allahu ta'ala, ndashtë Allahu, javë në ardhshme, flasim edhe për rregullat e kurbanit, kushtet e kurbanit, natyrisht edhe kujna me shkepe, si me shkepe, kështu me radhë. Kështu që javë në ardhshme, insha Allahu ta'ala, nëse të nuk duket largë, ani pse kurbanin, të se në prim ditën e Bajramit, flasim ma gjatë, insha Allah. Po. 038 249 237 është numri ku mund t'i drejtoni pyetje direkt për profesorin. Ka rritur dëgjuesi i radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhrani. Une nuk kam një dy pyetje për hoxhën e nderuar, por nuk di tash a i nis këtë haqit për haq, po dishta me përësi që ata nëse ka alo që se nis, që mu lutë për Kosovë se vërtet vendi joni ka punë të keqë ndo aspekt jetës. Kena nevoj shumë lutë për neve, Allah i shala ja për në haqët gjitha atyne që kanë shku. Unë kam 2 pyetje. Pyetja parë është, unë e falë nga 5 herë në ditë, edhe ka një herë kështu kur më ju qona në afili më falë, po shpesh më dollë, shumë të falë që më duke sikur vetja më thonë, e një që ashtë bëdi hava, shumë më hupa e dëshira për me vazhdu më falë, veç i la 2 reshate i falë dhe e kështë e plaj, se më duke si bëdi hava që, sikur më thonë dikush që më falë, se bëdi hava, përshka me të një zotë të kur një njeri shumë parëndësi, njësi një pikuj në detja për më kuptan, që ashtë të një nga gjithë. Pyetja e dytë është, shpesh kur më duke në e farë në tërë negative në shpeja për kudo, që shumë do të cuna është për të nishtë që isha dikë. Isha të kam gjuna se shpesh e sa me gjithë men. Ka të kisha. Pyetjet janë të qarta, faleminderit shumë, natën e mirë për juve. Profesor? Allah të rujtë e motër. Përsa për këtë haqive, ata nuk e nisë krejt. Nisë në dënesër, por t'i për atë punë, mos ki dërsa ata të ndëgjojnë edhe për cilët e haqjit. Është mirë kjo që thati, mund pëlqej shumë, mi porosit haqjit, më lutë, për
këtë vend tonë se pasha Zotin. Ka shumë të meta, ka ngecje, dhe me thonë, nuk për hecin punë që shdohet me hecë. Nuk për hecin, sepse në një shoqëri që nuk është e lidhë për qielli, qysh me shku punë të mirë. Në një shoqëri që janë zhytur deri në fët gati të fundos këtë në korrupcion, kushtën Zoti bereqet aty. Këtu në senet tranda, edhe shumë tjera. Anë pse ka dhe senet mire, alhamdulillah. Allahu na drejtoft e na udhëzoft, ja Rabbi. Allahu na drejtoft e na udhëzoft. Ndërkaq. Ka pyetër sen? Po, thot fali 5 kohë namaz. Po unë se për këtë namazit Allah e trujti motër, po namazit natës, si që? Ajo është për shejtanit. Ajo që djenë ty se ti e pavlerë, ti e kështu aty janë për jenë cytjet shejtanit mallkuar, mos me të lanë me u fal, me të rëndu namazin, me të bëjë demilic, me të bëjë gjumashe për tace, me thonë ti e pavlerë, falesh për dihava. Atë në cytjet shejtanit. Vazhdo më fal. Sa më shumë që falesh, sa më koncentruar, fillon me ndjek kënaqësinë e namazit më shumë. Dhe të kënaqë shpirti namaz. Allah i trujtë të forcoft. Po. Nëse kemi dëgjuesin e radhës e mirë presim, alo? Alo, apo në dëgjan? Selamun aleikum. Aleikum selam, urdhrani. Kam një pyetje për hoxhën e nderuar. Po. Pikës pari ja uroj xhamin, inshallah mbushet me musliman. Inshallah ndreqen shumë xhamia tjera. Allahumma amin. I na gëzu tepër. Allah i gëzoft. Edhe kam një pyetje, unë elhamdulillah nuk i kam numëru vitet sa du me thanë për kur ja kam nisë mu falë mirë, po që tash në kohën e funit e kam një qikë 3 vjeqare. Edhe ajo po mdelën se gjade po shtrijet s'kam ku me ranë sejtë, edhe atë shumë më banë nërvas, sa edhe dova t'i gaboj, e stakfirullah nuk e di që ka ndodhë me mu, e di që ajti ashtë puna e shejtanit, mirë po në kur jap selam shumë e qërtoj me fjalë qikën, jo me rafë. Mirë pa ajo po vazhdon prap se prap, sa lidh na unë në namaz, ajo po mdel, ashtë diçka keq ashtu që po vepron ajo 3 vjeqara, ashtë ajo kupton që i thom zban me dalat, i jap diçka me hangër deri sa të falet, mirë pa ajo sa janë njësë unë prap po vene më shtrijet në segjade, s'kam ku me ranë sejgjde. E qështë veproj kështu se shumë në halë keq jam, nuk ashtë vetëm një namaz, ajo në gjdo namaz më vend, si ashtu lujtë, edhe më thot më su falë nani. Mirë. Nuk di Allah i hajre ba. Amen. Ka që kisha, Allah ju shpërblet. Selamun aleikum. Aleikum selam. Allah në gjennet qoftë. Ty e ta rujt atë qikë, ja Rabbi, e ta boft hajrit, qika apo vajza, sen të keqe nuk të bom. Allah në gjennet qoftë ty, aje as nuk ta prish namazin, as sen. E nervozin kipi dreqit veç. Oj motër, kemi cek ma shumë se një herë në qitë vend qëto, edhe në vendet tjera. Namazin fëmija nuk të aprish. Namazin kërkosh nuk të aprish, as i rrituri, as i vogli. Por, fëmiju sen nuk të pengon. Fëmiju bjen këtë kryesesh dhe ti, pa të mëse që nëse gjade pra, këtheu kryt lako pak në djath, në të majt, shtyje pak me dorë thmin, ose ngëre për i veti letë në thmin në të barko, e bënë sejshdën në tanë, ose shtyje pak e bënë sejshdën në tokë, në segjade, jashtë segjades, pak në djath, pak të majtë, nuk pengon i motër, ose ka për thmin në dorë, nuk pengon i motër thmin edhe me kap hopa namaz. Mëse ne me vladin, mëse nërvëzë, aje thmi, aje kënaqet kur që të falë. Dhe asajna i mbetet në kry që të ka pa të falë për që ka në vogël. Sen qika nuk o të të bon. Heq. Pse me nem, as nuk i nevoj më gut, as më habit, ka të thush do të ka dalë.
ai është atë që aty të kthyer ty lun, të flet diçka, të thuj dov tak 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 berë në ruku, berë në sejde, kur të bëjnë sejde shtyn pak me dorë, ose ngrej për veti për prehni tanë, edhe krymë o të la ilaha illallah. Sabes për nga në heq. Ka i ka rrit, me kanë me vogël, e kanë kapëm, hopa, kapëm, e kapë, me një dorë më nesh me afruë të kam të tua, edhe me atë që dorën kishe po du, a me një dorën që të rekik lidhën, e kënë ndovë, nuk e prish namazin, Allah në gjënë qoftë. Nuk ka nevoj më nërvëzu, as më shqetsu, as mi bërti qikës zoti më se dhasht, heq kur gjo, as më rej Hasan. Po. Mirë, kemi dëgjuesin e radhës, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhrani. Hajrush Berisha nga Gjermania e pata një pyetje për doktorin. Po, urdhra? Pa pikë se pare për shëndeti hoxhën edhe jemi shumë gëzum që unis kjo gjami mu marua inshallah përfundohet sa ma shpejt. Unë kam terminin me 18-in këtij mujt me nis për haqë. E deshte ta pyes hoxhën nëse kemi kohë atje për me bërë një umre për nanën nëse për babën. Sa kohë duhet për një umre? Allah ju shpërbleft e selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit, mater profesor. Umrja nuk mërë shumë kohë, mas pare Allahu ta letoft haxhin e ta pranoft. Ja Rabbil Alamin, ty dhe tanë musliman më. Umrja nuk mërë shumë kohë, je mërë 5-6 orë, 7 orë, me dalë jashtë Mekë, me vish një hrama, me arë, me bot tavafin, me falë 2 recate mas tavafit, sa i merva, me hjek flakt, me varë për kalablakot, po letje gjës dite. Mirë po, kur e bën të atë umre, ti përshkën e bë haxhin për veti, o musliman, ti apo më dënë që qatë shkot lirë kja, nuk e ko. Pastaj, në thash pak më herët nëse ndan dëgjove, që pejgamberi ka thënë alayhi salatu wassalam se haxhiu është i falun bile dhaj që haxhiu bën shefat për te, lutet për te. E të nanën tonë nuk e harrën nda dhe lutje. Lutesh për te rrugës të unis në aeroplan, lutesh për te në Arafat, lutesh për te kur i gjunë ngurt, lutesh për te të bo tavafin, lutesh për te të bo sajnë Safa Marwa. Ki ko ballë vlla më lut. Qa është, mendoj i mjaftu shumë sen, sa dushi ma. Nuk ka nevoj me dalë me bo umre, por mjafton, do dhe luti istikfar për nanën tanë. Allahu të ruj ty e tonë musliman t'ja Rabbi. Profesor, po e marim dëgjuesin e fundit sa i përket linjes direkte. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhrani. Së pari përshëndetje për doktor Shefqet Krasniqin dhe dëgjuesit. Po. Paraqitës Sabri Bilonci nga Suedia. Së pari gjithë haxhive 880 nga Kosova dhe mbar diaspora ju uroj rrugë të mbar në hax dhe Allah ju pranon faqen, dërsa ne që ende nuk e kemi krye, vash Zotit kemi shëndetin dhe edhe ne ta kryejmë. Po ashtu edhe për xhamin, vash Zotit që kjo xhami të jetë qendrore, ajo kryesore dihet ku ka vendet. Zotë Hoxhën, e kam një pyetje, pak kjo është temë shumë e gjerë, por do të mundohena pak më shkurt. Biseda Muhamedit alayhis salam me Iblisin, se u përmend sonte shumë Iblisi, kur ka dhesh më taku me te në shtëpinë në Medinë dikun, ku atë kanë qenë Muadh bin Gjibeli, radiallahu, Abazi, dhe kur ka i, të thot, shejtani mrena, para se me ije, Omer bin Hatibi, radiallahu, ka dhesh me mbyt, ndërsa pejgamberi nuk e kalon. Të thot, pak ma gjansisht, po t'i përmeni unë ato, të thot se si duket aje, në qfar forme, qfar vëm ka, qfar ase ajo është diçka pasi dhe, po dhe këtu në Suedi, ndoshta keni dëgjua, ka dhesh Allahu që nga do të ka vonë lejen që çdo të prante të thirrët ta zoni prej xhamisë. Ndërsa për ata njerëzit që
janë kundër xhamive, nuk duhet të vërben se ju e dini ku po do me thonë mirë. Vetëm le të ndrojnë se do të marrohen xhamia jo vetëm në Ferizaj, por edhe në Borë, edhe në Përkatune. Selam aleikum kas. Aleikum selam. Ky është dëgjuesi i fundit sa i përket linjës direkte, atëherë profesor. Allahu trujtë. Gjithkohë vëlla, feja po përjeton avancim. Gjithkohë. Sepse gradualisht po bëhet pjesë e vendeve të reja evropiane, si në Skandinavia që nalë të kjo, gjithashtu edhe në Evropën qendrore, në Evropën perëndimore, po edhe në Evropën jugore poshtë. E ka dalë edhe në Ballkan për me vënesë, se Ballkani ketë me vënesë, do sen me vënesë janë këta. Ndoshta pse vetë si popull janë të atill, po ndoshta edhe sistemi komunist u ka turbullu pak bësollën dhe i kanë zirë pak nga binaret e natyrshmërisë që janë krijuar njerëzit të. Për ndryshe ka qenë dash puna me qenë më ndryshe në vend të Ballkanit, e në mes tyne edhe ne si Kosovar. Po, çka të bëjsh, realiteti është i tillë, Allah na drejtoft e na udhëzoft. Sa përket asojna se pejgamberi ka dëshë me bisedue me Iblisin e Muadhi, Omeri ka dëshë me mytë pejgamberi se ka lanë, ajo është me Dejjallin, e nuk është me Iblisin, sepse Omeri ka dëshë me mytë Dejjallin. Ai ka qenë një sahabi për të cilin kanë dyshuar shumë sahab sa ai është Dejjalli. Omeri ka thënë ja Rasulullah, apo më lënë mu të hiki qafësh. Pejgamberi ka thënë jo, sepse nëse është Dejjalli, atëherë ti nuk ke mujt me mytë. Kemi mujt se Dejjalli njerës fë në mytë. Nuk është ai që mytë njeri ata, ai kur dënë Zoti, kur vje koha me vdek, që ka në hadith, Isa është ai që mytë, dërsa të së në mytë. Po nëse nuk është Dejjalli, atëherë pse mytë njerin. Dhe se ka lanë me mytë, alayhi salatu o selam. Tërgim është i gjatë rreth atij sahabijut, ku tashmë duket se edhe koha është pak e shkurtë se tregimi i gjataj, për shkak të pyetjeve që kemi në radhë nga mesazhet dhe interneti. Çka ka ndodhur me te, pse kanë thënë Dejjalli, pejgamberi ka marrë, ka pyetë, ka vete. Çka po del përpara, çfarë po shehe, kështu me radhë. E pastaj kanë thonë në maj sa është penduar, është udhëzuar. E që kanë ndodhur pastaj pasi ka vdekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është tregim bagi i gjatë. Së do që tjetë e xhamin e gëzofshme dhe ne dhe jo dhe të tanë, o Zot, edhe po, Prishtina ka nevojë hala për xhamia tjera shumë, pasha Zotin po. Definitiv ka nevojë për xhamia tjera, sigur se këtë Kosovë që ka nevojë për xhamia tjera, por gradualisht do të bëhen edhe ato me emrin e Zotit. Allah është përbleft. Do të kalojmë tek një pyetje tjetër. Selam aleikum, thot profesor, a ka mundësi thot vetëm pak fjalë thot rreth pasuesve të Ehlu Bejtit, thot ideologji e cila ka filluar të propagandohet edhe në Prishtinë. Ehlu Bejtin, do me thonë familje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kërkush ma shumë se na nuk i donë. Sepse nuk ka mundësi me dasht pejgamberin e mos me dasht Aliun, nuk ka mundësi me dasht Ebu Bekrin, e Omerin, e Osmanin, mos me dasht Aliun, nuk ka mundësi me dasht Aishen, e Muadhin, e Osamen, e të tjere mos me dasht Aliun, e Hasanin, e Hysenin, e Abbasin, ibn Abbasin, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Andaj, ne kem pjesë të imanit, të besimit.
me i dasht ata me respektu. Por nuk e kim pjesë të imanit dhe besimit me urrejt dhe me luftu Ebu Bekrin dhe Omerin, ty shën duke vepru e shijat. Është e vërtet se ka filluar me përhap shiizmi në Kosovë, dhe ka shoqata të cilat punojnë dhe janë legjitime, dhe shteti din fort mirë dhe shërbimet sekrete, inteligjenca, se çka synojnë ata, dhe se çfarë kontakte dhe bashkëpunimi të drejt për drejt kanë edhe Mehmet Nexhatin, kryetarin e shtetit anti-perëndimor, anti-amerikan, dhe thuj pse edhe anti-islam, kryetarin e iranianëve. Nuk na dohen neve iraniant, e as ideologjia e Iranit. Andaj, shteti ka për obligim që fraksionet e tilla të mëkta, ideologjitë e tilla, të cilat mbjellin përçarje dhe urrëti mes kombit dhe popullit. Shikoni çka është duke bën Siri. Kush e dirë gjakun e muslimanëve, e dirdhin iraniant dhe pasues të tyre. Kush e dirdhi gjakin për 10-15 vite dhe vazhdon edhe më tej tje gjendja, gati se gjendje luftën në Liban, shiizmi i jugor, Hizbullah. Kush e dirdh gjakin në Irak, pret dhe vret, e grinet copton e masakron, fëmijë e gra, pleqetri, shijat e Iranit dhe garda republikane e Iranit, të cilët krenohen dhe kënse të Zotit afrohen, duke prej dhe duke gri muslimanët duke masakruar. Sunnin realitet. Sunnit, sa ta neve në qesin për feje krejt, shiizmi shumë i rrezikshëm. Është rrezikshëm si ideologji, sepse nxjerr njeriu për feje. Çfarë feje dhe çfarë imani ka ai njeri i cili e shan dhe mallkon Ebu Bekrin që Allah ka përmend Kur'an, shokin dhe mikun më të ngushtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë imani ka ai njeri i cili e mallkon për çdo ditë Omerin, e Osmanin, e Aishen, dhe mira sahabit të tjerë, të krejt dynjaja, që shka tharim në Tejmija, Allah e pas më shiru, nëse i pyet evrejt që futët, cilët janë njerëzit më të mirë tek ju, kanë për të thanë, njerëzit më të mirë tek ne janë shokët të Musaut. Pse? Sepse kanë pas fat me jetu me Musaun, me qenë akran shok të ti. Ndërsa nëse i pyet të krishterët, cilët janë njerëzit më të mirë të ju, cila është gjenerata më e mirë, kanë për të thanë, gjenerata më e mirë tek ne janë shoqëruesit e Jezusit, sepse kanë pas fat të bashkëtojnë me te, bashkohës të ti. Ndërsa nëse i pyet Rafidit, shijat e Iranit, cilët janë njerëzit më të këqit tek jo, thojnë më të këqit janë shokët e pejgamberit. Në krye tyre Ebu Bekri, Omeri, Osmani, në të cilët pejgamberi është bazuar, është mbështetur më së shumti. Imagjinati, më të këqit. E rrok logjika këte? Pra, këta që shka thonë Ibn Tejmije janë më ndalalet se sa evrejt dhe të krishtert. Iraniant, në veçanti shiizmi iranian dhe sekti rafidi i tyne, që është të zyrtare në shtet, se të bota ashtu ja pa sherrin, është një virus i cili për çdo moment mund të shpërthej
e ta bëj telash e botën. Ata edhe më të synojnë që ta përhapin dhe ta rikthejnë edhe njëherë mbretërinë e tyre persiane, të cilët e kanë pasur, dhe të cilën mbretëri u arrënoi dhe u shkatërroi Islami gjithsesht shokët e pejgamberit, Ebu Bekri dhe Omeri. Ata qenë komandantat të cilët arrënuan atë mbretëri dhe atë perandori të pathyer deri në atë kohë. Është obligim edhe qytetarëve tanë, muslimanëve, i hoxhallarëve që flasin për xhamia, të atërhekin vërejtje njerëzve, se sektet e shiizmit janë sharrë dhe janë virus, futin përqarje mes muslimanëve, u rejtje deri të që shtash më herët edhe vrasje dhe mbytje, të atërhekin vërejtjen xhamatit. Duhet jenë suqel edhe rinia jonë, djemë dhe vajza, mos që shkojnë për shaqat atyre, në për organizimet e tyre, ku do qofshin ato, sepse të japin një lug mjalt, ndoshta, por të japin 10-15 helm. E kjo është një problem shumë i madh, ku në shtete sikur se shteti ynë, hyn kush don, dhe del kush don, dhe vepron kush të don çka të don. Jo, duhet ta ruajmë shtetin ton. Ne nëse nuk pranojmë edhe musliman sunnet, por jo ekstrem, jo radikal, sepse ekstremizmi dhe radikalizmi kërkon se është i mirë. Nuk pranojmë, dhe s'kem nevoj për islam të shëndosh, të mirëfillt, i cili bëron nga Kurani dhe Suneti, nga ehli Suneti dhe xhamati, duke pasur parasysh gjithherë kohën, zamanin, vendin, rrethanat në të cilat jetojmë. E Islami është madhështi e kësaj dynjaje. Ai ka ardhur për çdo zaman, për çdo kohë dhe për çdo vend. Nëse ne nuk pajtojmë me këtë, pra mrena sunnetve, e qysh pranojmë që në Kosovë të vinë fraksionet të cilat krejt ka imi një sunnet na qesim për i dini dhe mund të kenë pasoja fatale qofte edhe pas 100 viteve. Pra, do t'jem të kujdes shumë ndaj i tyre, sepse vërtet janë të rrezikshëm, pasha Zot janë të rrezikshëm, cilën dhe për ulemave, me marrë dhe me shiku që ka thonë, për që ta rafidit, habitësh dhe mahnitësh. Në veçanti Hanefit që kanë folë për ta, sepse prej 4 mëdhëbeve, mas shumëti e kanë shtrëngua këtë punë, Hanefit. Mas shumëti kanë folur kundër shijave, Hanefit. Shumë kanë folur kundër. Shumë kanë tërhekur vrejtjen xhamatit kundër, mos me lakmunda i tyne, apo morujt. Për atë arsye, në 4 anë të botës ku ka Hanefi, mas pak të ka dëpërtu shiizmi. Mas pak të ka dëpërtu. Allah i pas më shëru uleman tonë. Me këtë po du me thonë që nuk është fjale emja kjo. E me thonë dikush se përna bëhet shëfqeti ekstrem dhe për i më hënderit e njerëzve edhe bindë të tyre fetar. E jo pasha Zotin. Por kështu kanë thonë ulemaja tonë. Edhe ne dhe ata që kanë shku do ta kemi dertën dhe hallën e xhamatit muslimanëve. Ne e kemi për obligim prej Zotit me rujt këtë vend,
me mbrojt këtë vend. Po, me mbrojt me fjalë, me mbrojt edhe me jetë nëse nevoja, me mbrojt, në luft, me ka pushke me dalë të partë, me pare, me trup, me men, me shpirt, me zemër, në paq, me dije, me kultur, me civilizim, me karakter, me shkencë, me që për para, vendin ton, e kem farz. Ne, si musliman, në veçanti si Hoxhallar, nuk gëzojnë punojnë për sy e faqe, nuk gëzojnë punojnë për emët partisë, por për emën të Allahut, nuk është i njëjtë ai cili punon në emën të partisë, me atë i cili punon në emën të Allahut. Me këtë po du me thonë, se ne do t'jemi ma patriota, edhe ma dhëtar, edhe ma dashamir të shtetit ton, se sa partiashat, se sa politikant. Po, ta mbrojnë vendin ton, ka çdo njoll, se zata pak në bënë halal. Po. Profesor, për marrim edhe një pyetje të fundit për sonte, është një dëgjues i Sëmurit, cili ka kërkuar një përgjigje, profesor, a fërkohet fytyra dhe duart nga 3 herë kur marrim te imam, apo vetëm nga 1 herë, dhe namazi a bashkohet apo falet në fund të kohës së tij? Namazi për smuta? Po, sepse thot një ka shkruar klapa i Sëmur. Allahu e shëroft, ja Rabbi dhe letoft. 1 herë, jo 3 herë, 1 herë e fërkon fytyrën, imshën dhejot 1 herë, dhe i shkun pak durt, edhe fërkon fytyrën, që ishe fërkon për abdest. Prap imshën dhejot, gurit, gurit, gëlqeres, tullës, qeremides, blokut, ku dione, imshën, i shkun durt, nëse të ka kapë në durt, do një farë nguralice, thera, diçka, dhe me dorën e gjathtë, e fërka me dorën e majtë, dorën e gjathtë, dhe me shëplakën e majtë, me shëplakën e gjathtë, dorën e majtë dhe me mbryla ka një herë dhe kaq. Pra, 2 të rahura, me 1 të rahur e fytyrën, me rahën tjetër duart deri mbi mbryla dhe kaq. E namazin, ndërsa me dhanë mes kokës, nuk i kur gjë dhe kam s'ki kur gjë, te më fjalla. E namazin, në varet vlla. Nëse ka njerë ka do të smut, të cilët janë paralizuar, janë të shtërirën pa lëviz shumë, por nuk kanë dhimbje. Dhe është problemi ai që nuk mund me rabdes, nuk mund falet në kamp, për ndryshe dhimbje nuk ka. Personi i tillë pa namazin kohë, se s'ka nevojë me bë bashkë. Ndërsa nëse ka dhimbje ka siklet. Qyshen disa smundje, Allah na ruaj, smundje kanceri, smundje që Zoti ballat i kofshin fal. Dhe dhimbje. Tash që ka dhimbje, që smut të dhimbje, ai e ruan një kohë prej hyrjes së që drekës deri në fund të qindis, kur të shet që ka ma lehtësim pak, pili ka letoni tro, i thot diku jam abdes, apo merr timëm, edhe fal 4 drek, 4 qeni. Jo më shkurtu, por bashkë me pa. Njëtën kohë dhe kshamin dhe jatsin. Kaq, Allahu i forcoft, ja Rabbi, i shëroft, ata të smut, edhe neve Allah në hajrë në qoft, e në rujtë shëndetin, e dinin, e dynjan, e në dhash gjenetin tanë, ja Rabbi le alimin, Zotë din më së miri, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit profesor, të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra sa i përket këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim.